Një seri e një qumshti pluhur për fëmijë me bakterie ka hyrë në tregun e vendit. Bëhet fjalë për bakterin Bacillus cereus, i cili gjendet gjërësisht në mjedis, tokë, pluhur, ajër dhe mund ta kontaminojë ushqimin. Ajo është i njohur sepse mund të shkaktojë helmim ushqimor, veçanërisht kur ushqimi ruhet ose përgatitet në mënyrë jo të sigurt. Ditët e fundit në internet qarkullon një informacion se qumshti Aptamil pluhur për fëmijë ka një bakterie dhe ky qumësht ka hyrë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në Kosovë dhe në Shqipëri. Por në të vërtetë cila është seria e qumshtit e ka këtë bakterie? Çfarë masash kanë ndërmarrë institucionet dhe si po veprohet? Për të konfirmuar këtë informacion, Televizioni 21 kërkoi qendrim nga Agjencia për Ushqim dhe Veterinari. Nga kjo agjenci bëjnë të ditur se më 18 dhjetor të këtij viti kanë pranuar një njoftim përmes sistemit për njoftim të shpejtë për ushqim të pasigurt të Bashkimit Evropian, që ka të bëjë me produktin Aptamil AR1 400 gram me afat përdorimi deri më 17/5/2026 dhe me lot 111444865. Bëhet fjalë për formulë fillestare për foshnjat, të cilat është konstatuar prani e rritur e bakteres Bacillus cereus. Njoftimi është dërguar nga Holanda dhe është rezultat i kontrollit të brendshëm të kompanisë Nutricia. Njëherë pas pranimit të njoftimit, AUV kreu kontrollet e jashtëzakonshme inspektuese përmes inspektoriatit kompetent dhe ndërmori të gjitha masat e nevojshme ligjore, tërheqje nga tregu të gjitha sasive të gjetura, për çka konsumatorët janë njoftuar në mënyrë përkatëse edhe nga kompania importuese. Procedura është në vazhdim. Institucionet njoftojnë se qumshti me seri të numrit të lartë përmendur është larguar nga tregu, ndërsa të gjithë ata prindër që e kanë blerë atë seri ta ndërpresin menjëherë përdorimin.